Surja Edh-Dhariyat, Mekase, 60 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në erërat që çojnë pluhurin, dhe në ret e ngarkuara rënd, dhe në ato që lundrojnë lehtë, dhe në engjëjt që shpërndajnë urdhërat, se me të vërtet është e sigurt ajo që ju premtohet, dhe çdo shpërblim e dënim do të ndodh. Për qiellin e stolisur me yje, ju keni gjithë farë mendimesh, prej ti i Kuranit shmanget ai që nuk beson, qofshin mallkuar gënjeshtarët, të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur ndaj ditës së gjykimit. Ata pyesin, kur do të jetë dita e gjykimit? Atë ditë, ata do të përcëllohen në zjarr. Do t'u thuhet, shijoni dënimin tuaj. Këtë kërkuat t'ju shpejtohet. Padyshim, ata që i frikësohen Allahut do të jenë në kopshte dhe burime, duke marrë atë që u ka dhuruar Zoti i tyre, me që më parë kanë qenë punë mbar. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje nga Allahu. Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypsit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, po edhe në vete tuaja, a nuk e shihni vallë? Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtet, ashtu siç është të folurit tuaj. A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë, paqe, dhe ai u tha, paqe, o njerëz të panjohur. E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit e shtëpisë dhe solli një viç të majm. Pastaj u afroi atyre e u tha, a nuk pa hani? Dhe ndjeu frikë prej tyre, por ata i thanë, mos u frikso, dhe i dhan lajmin e mirë për një djalë të dijshëm. Atëherë erdhi gruaja e tij që duke thërritur dhe rrahur fytyrën tha, vallë, a mundem të lind unë plaka shterp? Ata thanë, kështu ka qenë vullneti i Zotit tënd, ai është vërtet i urtë dhe i gjithdijshëm. Ai i pyeti, cili është qëllimi juaj, o të dërguar? Ata thanë, ne jemi dërguar te një popull keqbërës, për të hedhur mbi ta gur prej balte të pjekur, të shënuar te Zoti yt, për ata që e kalojnë kufirin në të këqija. Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonse aty gjetëm vetëm një shtëpi muslimane, dhe në të lam shenjë për ata që i frikësohen dënimit të dhemshëm. Edhe në historinë e Musait ka mësim, kur ja dërguam faraonit me provë të qartë. Ai, faraoni, u shmang nga besimi, së bashku me komandantët e vet dhe tha, Musai është magjistar ose i çmendur. Ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det. Ai e meritoi. Mësim ka edhe në historinë e fisit Ad, kur i dërguam erën shkatërruese, e cila nga do që kaloi, nuk kurseu asgjë duke i kthyer në kalbësira. Edhe te fisi Themud ka mësim, kur i u tha antarëve të tij, kënaquni një farë kohe. Ata u treguan mendje mëdhenj ndaj urdhërave të Allahut. Pastaj i goditi rufeja ndërsa e shihnin, por nuk mundën as të ngriheshin,
as të mbroheshin prej dënimit. Mësim ka edhe te populli i Nuhut, që e shkatëruam shumë kohë më parë. Me të vërtet, ai ishte popull i pabindur. Ne e kemi ndërtuar qiellin me fuqinë tonë, dhe ne e zgjerojmë atë. Edhe tokën e kemi shtruar. Sa shtrues të mrekullueshëm që jemi. Dhe nga çdo gjë, ne kemi krijuar dy palë në mënyrë që ju të vini veshin. Andaj, ikni prej dënimit drejt shpërblimit të Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej tij, si paralajmërues i qartë. Dhe mos adhuroni zot tjetër krahas Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej tij, si paralajmërues i qartë. Kështu, sa herë që një i dërguar vinte te popujt para tyre Mekasve, ata thoshin: është magjistar, ose është i çmendur. Vallë, a mos ja kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që e kanë tepruar. Prandaj, shmangu prej atyre, ti nuk do të qortohesh për këtë. Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarve. Gjindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Vërtet, Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Pa dyshim, ata që kanë bërë të këqija, do të kenë pjesën e tyre të dënimit, të ngjashme me pjesën e shokëve të tyre të mëparshëm që kanë qenë si ata. Prandaj, të mos më sfidojnë që ta shpejtoj atë. Kështu, mjerë mohuesit prej ditës që u është premtuar.